Kjo sfidë që fillon tani. Janë mysaferët të parët me posedimin e topit. Një pasim i gjatë para që në fund largohet nga mbrojtja e Gjilanit me Gjamal Aragon. Ibrahimi tani me ekzekutimin e rivënjës Ansore. Po të një shtyrje atje nga Jarovic, nuk është ndërhyrje pa lejuar. Ndalet aksioni i skuadrës Dugaxhinit. Ban topin Roganovic. Hapat e mjaft mirë Basha për të pranuar topin Jarovic. Ndalet aksioni. Mundësia tani për kundërsulm e mysaferëve. Basriu. Shumë e avancuar para dhe është ndërhyrje pa lejuar ndaj tij. Ndërhyrja e Taipit. Vitor Hugo pran topit që nis aksionin. Fokusohet në krahun tjetër pas nuhiut edhe Ismet Munishi. Thaçi. Ndalet Basha. Bardoku. Ndalet ndërkohë edhe depërtimi Granit Elezajt. Arago në krahun tjetër për Ibrahimin. Edhe një Arago. Roganovic. Ashtu në topin para Roganovic për Thacin. Shumë i fort pasimi Del Margono me kohë. Isrel njën nga brojta të Egzon Sinani që këtën topin për Margonon. Pasimi gjatë, nuk arrin të ndalë Lezaj, do tjetë rivën janësore për skuadrën e Gjilanit. Armin! Është ndërhyrje e paliuar në fund e Pevçelit. Roganovic, markimi i lartë i tij. Është ndërhyrje e palejuar. E ka shkaktuar në fund Derit Morina. Ndërhyrja e palejuar ndaj Djenit Isufit. Edhe ka të lashe tani për kapitenin e skuadrës Dugaxhinit Elton Basriun. Nuk e pamë nëse pati ndonjë ndërhyrje. S'ka në rregull. S'duket me Basriun. Simi para i Erdis Gjemajdit. Ndalet Hugo. Ishte rivënja nësore, ka dalë topi, nuk ka rritur që ta mbaj në loj. Vitor Hugo në duhet me Albin Prapashticën. Një shtyrje topit në drejtim të Prapashticës. Ndërhyn Hugo, si duket ka mbetur i shtrirë tani pas këtij dueli të fundit. Shkuar për ta parë gjendjen e tij. Mbrojtës Egzon Sinani.
Shmanget për një moment Pevqeli dhe arrin që ta qoj topën në drejtim të Mërlakut, përfiton nga situata e Lezaj, kombinimi dy fisht, Thashin në fund të ryn. Dhe Blaca kombinon përsëri me Thashin. Prekja e fundit me shumë gjashtë është e Mërlakut, do tjetë fundore për skuadrën e Gjilanit. Gjamal Arago. Roganovic. Shumë për të pranuar topin Shabani. Përsëri Arago. Në presion Basha, këthen për Aragon. Shkurt, Shabani dhe Arago përsëri. Taipi. E zgjem pra pashticën para në fazën e sulmit. Pasimi gjatë në drejtim të Bashës, shumë i lartë, shkon jashtë, fundore tani për skuadrën e Dugagjinit. Tovi takon tani Margonos, që nis nga Iloja. Vitor Hugo nuk arrin të mbaj përsëri topën e lojë, do të jetë rivënje anësore. Jarovic i largo topi, insiston përsëri Gjilani, përsëri ndërhyn mbrojtja e Dugagjinit për mes kapitenit Basriu. Basha pengohet nga Mërlaku, mjaftueshëm për ta kthyer topin në posedim skuadra e Dugagjinit. Syla reziston në përpjekjet e Shabanit. Nuk shkon pasimi i Pevqelit, nuk ka ndërhyrje të paliuar nga Bardhoku. Është kundër sulmi skuadrës së Dugagjinit. Mban topin Djenit Jusufit, tani pason. Harkimi i lartë drejt e Lezajt, ndërhyn Armend Thashi në mbrojtje. Basha ndalet nga Bardhoku. Shabani prapat e Roganovic. Pasimi i tij i gjatë në drejtim të Jarovicit. Nuk pati ndërhyrje të palejuar të Basha, por e shtynë pas topin shumë para e Lezaj dhe nuk arrin ta kontrolloj. Del jashtë vijës fundore. Pasimi i gjatë. E largon përsëri Basriu. Arago me kokë.
Van topin e loj Roganovic dhe më pas topi devijot nga Pevçeli. Ka që ekzekuton shpejt rivëni lanzore. Pasimi sakti Blerin Morinës në krahun tjetër. Pra Pashtica. Mundësia për arkim, devijot, topi shkon direkt në duart e portierit Margono. Prekja fundit më shumë gjasë ishte nga Gjon Sinani. Elezaj nuk e arrin përsëri topin. Rivënia lanzore për Gjilanin. Roganovic. Taipi. Një ofër me Shaban Roganovic. Arago. Taipi, Arago. Nuk ka zgjidhje. E kthen prapa për Ibrahimin. Roganovic. Shabani. Sere shkurt me Taipin. Shabani do të kërkoj tani të çojë top para. Me gjend të lirë Roganovicin më i avancuar. Nuk arrin në kohë që të ndërhyj Pevçeli. Basha. I devijuar topi në fund nga Bardhoku. Do tjetë goditje këndi për skuadrën e Gjilanit. Arkimi i larti, Basha, Stovia krijuar brenda zonës. Basriu ndërhyn. Mundot Mërlaku që dalë në kundërshëll, por e pengon një gjë të tillë. Armend tha që në këtë ndërhyrje Placa. Qetë pasimi për Ibrahimin. Morina për Prapashticën. Vazhdon kombinimi, Blerin Morina, bukur e kontrollon topi, lirohet markimi i tij që ndalet nga Basriu. Dhe tani Dugaxhini do ta kërkoj kundërsulmi përmes Granit Elezajt. Ndërhyrja sakte e Taipit. Prapashtica. Shabani. Bukur në krahun e djathtë për Thaqin. Basha. Vizja mashtruese e Bashës, mundësia për arkim. Është pasimi ullët në zonë, goditja drejt portës, Margono, super ndërhyrje. Pas goditjes së Morinës, nuk arrin përfitoj edhe një goditje tjetër tani devijuar e Blerit Morinës. Më herët nuk arriti të përfitoj nga situata Albin Prapashtica, rreziku i parë për portën e skuadrës së Dugaxhinit. Ndërhyn për mrekulli Margono. Nuk pati hapësirë për reagim më të shpejt. Albin Prapashtica, pasi ishte në proces aksioni pas devijimit të Margonos. Pasimi ullët. Largo topi për herë të dytë, fillimisht nga Pevçeli dhe tani nga Basriu. Sigurisht fokusohet Margono. Bëri pritje të mrekullueshme. E ndali golin e sigurt të skuadrës së Gjilanit. Jarovic, kombinimi me Bashën, hapet Prapashtica. Harkimi i Bashës i lartë për Jarovicin, edhe pse është mjaft shtat lartë Jarovic, por kjo ishte përtej mundësive të tij. Përsëritet edhe njerë momenti i goditjes së mëhershme. Morina. Arkimi drejt portës. Prapashtica. Roganovic. Basha. Investojnë për Blerin Morinën, dikush si duket.
Ka mbetur i shtrirë, po kërkohet ndihma mjekësore për Granit Elezajn. Thaçi me kokë në rrymë Basriu. Në dy pjesët e fundit protagonist kapitenët të dyja skuadrave. Shabani në mbrojtje të Arago. Ibrahimi për Shabanin. Edhe një ndërhyrje e palejuar. E një këtu ndërhyrje ndaj Sylës. Edhe një pasje me gjatë pas rekuperimit të Ilir Sylës. Ndërhyrja nga mbrojtja e Gjilanit, rivënia anësore e Dugaxhinit. Mend Thaçi ishte ai që largoi topin. Tani lihet topi prapa për Bardhokun. Arrin që të pasoj Mërlaku, por nuk e kontrollon topin Elezaj. Fundore për Aridon Bllacën. Arago për Ibrahimin. Ka zgjidhur Ibrahimi e kthen prapa te Arago. 20 minuta lojë në Gjilan, një rast. E pam deri më tani goditja e Blerin Morinës në minutën e 13 të ndeshjes. Topi ka dalë jashtë në përpjekjen e prapashticës, do të jetë rivënia anësore të cilën e ekzekuton Vitor Hugo. Rrin Arago me kokë. Përfiton tani nga situata Basha. Taipi, Shabani, Ibrahimi. Përsëri Taipi. Rokanović. Gedeon
faqet depërtimin para, Basha duke u kthyer prapa për ta pranuar topin. Morina ndalet në fund përpjekja e tij nga Basriu. Nuk shkon pasimi i Elezajt. Ajona! No, brate! Këtë është rivenja nësore me gjasë është e Dukaxhinit. Kështu ka thënë është vendimi i gjyqtarit pas duelit me Armend Thaçin. Qeli me kokë kërkoi Elezajn. Arago te Placa. Taipi. Prekelet e topit, këthim prapa Blerin Morinas. Roganovic. Shabani. Gabon në pasimin e tij Shabani. Dhe kjo është ndërhyrje e paliuar e Senad Jarovicit ndaj Altin Morlakut. Pran topit është Gzon Sinani. Erlis Gjemajli. Prapa për Sinanin. Nën presionin e Jarovicit. Vitor Hugo. Shumë i lartë është harkimi i tij dhe shumë gjatë ka dalë jashtë vizë fundore ky top. Përsëri nis loja nga Blaca e Gjilanit. Kemi edhe një ndërhyrje tjetër, por është e rregullt sipas gjyqtarit kryesor ndaj Roganovicit. Që këtu përpjekjen e Pevçelit. Është rivendja nësore për mysaferët. Bardoku. Nuk del manovra e Morlakut, gabon pas në pasim. Morina përfiton Vitor Hugo, por pasimi i tij është shumë i fortë. Nuk e arrin bashkëtarin e tij Dienit Isufin. E humb duelin. Ibrahimi lufton atje Sinani. Isufi largo tope për Kosesh, por kthehet në posedim të Dukaxhinit. Markono. Ndërhyrje tjetër e palejuar. Përsëri është dueli i Ilir Sylës. Kësaj radhe me prapa Shticën. Sinani për Basriun. Van topin Basriu. Pasimi para që ndalet nga Roganovic. Ndërhyrje e palejuar më pas e Basriut në mes fush ndaj Shabanit.
Pasimi I sakti Aragos te prapa Shtica. Basha. Shabani. Sakte Roganovic. Ape Taipi nuk vendos as për Taipin as për Thaqin. Arago. Ka hapësirë, vazhdon pak më para. Prapa Shtica. Vizja mashtruese prapa Shticës për ball, Hugos I shmanget. Harkimi prapa Shticës, mundësia për Thaqin. Thaçi, traversa. Rosti më I mirë në ndeshje, përfundon pa gol për Gjilanin. Super harkim. Nga prapa Shtica nuk realizon Arben Thaçi. Çfarë rasti I skuadrës së Gjilanit të kap kokën kapiteni Thaçi. Edhe njerë tjetër, pozita duhet të qenë në rregullt. Pranimi mjaft I mirë, pozicionohet për goditje parë. Vetëm dridhja e shtyllës së Dugazhinit. Edhe një mundësi tjetër, hapet lojat e Thaçi, harkimi në qendër. Ka dalë me kohë Margono. Imposhtur ishte Tjeberal në rastin para prak Margono. Kësaj radhe e pati aleat transversalen. Bravo Tjeb! Vazhdojmë njëjtë, hajde më bëjtë, që kullon vje moment, jo! Më shumë është duke kërkuar skuadra e Gjilanit. Mërlaku, pasimi mjaft I mirë për Pevçelin, goditja me të parën. E letë kjo për placën në fund. Edhe njerë përsëritet rasti I mëhershëm. Është dëgjua fort kërsima e traversës pas goditjes së Thaqit. Por ajo që është shumë e rëndësishme sigurisht për ekipin mysafir, rezultati mbetet I pandryshuar 0-0. Bukur pasoi në aksionin e fundit. Altin Mërlaku duke e parë të lirë Pevçelin, cili vendosi dërgoj goditje me të parë, nuk doli atë aq e fuqishme për ta shqetësuar portierin Aridon Blaca. Ndërhyrje e rrezikshme nga Jarovic. Ndalet loja. Victor Hugo, pasimi gjatë, ka dalë me kohë Arago. E kthem përsëri topin atje ku ishte. Përfiton në duelin e parë prapa Shtica, edhe më tej. Por ka pasur lojë me dorë me shumë gjasë, ose kemi edhe pozitë jashtë lojës. Bravo Tjeb, bravo! Perfekt, vazhdojmë! E pata përshtypjen që edhe pati edhe lojë me dorë në momentin e pranimit të topit nga prapa Shtica, por primare është pozita e tij jashtë lojës. Elezaj nuk kalon tutje, ndal Thaçi, rivendja anësore për mysafirët. 30 minuta lojë nisin të numërohen në stadiumin e qytetit në Gjilan, në stadiumin e parë sintetik. Kjo është pozicionimi fillestar I prapa Shticës. Elezaj e tenton depërtimin, e ndal Roganovic. E kthen topin në një zonë të rrezikshme, vendos në vështirësi Aragon, I cili del nga kjo situatë. Pavarësisht presionit. Thaçi. Kombinimi me Bashën. E arrin, e mban topin e lojë Basha. Vazhdon aksioni skuadrës së Gjilanit. Nuk shkon pasimit e Thaçi, nuk vazhdohet aksioni, por e mban topin Basha. Dhe kjo është më pas ndërhyrje pa lejuar nga Ilir Zyla.
fantastike për të përcjellë futboll. Temperatura ideale. Ibrahimi me njerë kërkon para Prapashticën, por ndërin me kohë mbrojtje Vitor Hugo. Morina e kthen topin te Ibrahimi, i cili do të përkujdeset për ekzekutimin e rivënies anësore. Kthen krejt prapa për Xhamal Aragon. Marko Roganović. Arago përsëri. Roganović. Në shkon me pasimin të Shabani. Thaçi. Kënë me Shabanin. Thaçi. Roganović. Basha. Shpejt e Taipi. Morina. Bukur pasimi të Thaçi. Basha. E fren mjaft mirë vrapimin e Ibrahimit. Prapashtica. Taipi. Kombinion shkurt me Bashën. Taipi tani pasimi sakt te Thaçi. Basha. Thaçi. Taipi. Mund të ketë tani mundësi për arkim, bëhet një gjë e tillë. Kemi ndërhyrje në mbrojtje. Më duk se ishte Pefçeli i kthyer në qendër të mbrojtjes. Arago. Shabani, presioni nga Pefçeli, arrin ta mbajë topin. Kombinimi dyfisht me Morinën. Shabani avancon tutje. Edhe më tej Shabani tentim për goditje, topi devijuar. Nuk arrin ta mbajë topin në lojë Marko, do të jetë goditje këndi për skuadrën e Gjilanit. Ajmo Rogane, tvoja je sad! Ajmo Jaro, ajmo Jaro! Arkimi i lartë, ndërhyrja e Basriut. Basha, edhe një arkim tjetër brenda zonës. Dhe në fund largohet përkohësisht rreziku nga porta e Dukaxhinit. Rogane, pozicia Rogane! Morina. Roganović, Morina. Nuk ka opcion. Arago për Ibrahimin. Prapashtica. E fut topin tek Morina, por eliminohet rreziku. Dhe atë kthen topin Gjilani përsëri. Tani reagon Xhemaili. Bravo! Atë lashe tani për Ilir Sylën.
Albin! Bravo, Dio, bravo! Del me kohë. Blaca pas vazhdimit të lojës. Në pak se 10 minutat e fundit të kohës së rregull të pjesës së parë me pak gola. Jarovic le topin për thashje në fund. Harkimi në zonë. Ndërhyrë në fund Sinani në momentin vendimtar. Okej, bravo, Rogane. Kushtrev, perfekt. I shkoti këtu, bravo. Da kaloj, për sene me lutë. Çajo çift. Tumit. Jaro kraj resivno. Sinani. Mori, bravo, bake, Mori. Mori, jeto me lojë. U synua pasimi në drejtim të Vitor Hugos. Tani në të njëjtin krah duke ndihmuar edhe Ilir Syla. Mban topin e lojë Pevçeli, por ndërhyn sakt në mbrojtje Arago. Roganovic kombinon shkurt me Thaqin. Arago. Hajde, Juve, up, hajde! Morin! Hajde, Basha, pojavi se! Hajde, Arago! Bravo! Arago here! Bravo! Levin Cibo! Basha! Taipi. Arago. Me vështërsi, arrin të pranë topin Taipi. Shampani. Pasimi mirë për Prapashticën, që në fund shkakton ndërhyrje të palejuar ndaj Vitor Hugos. Gjambo, luje bre! Centrem, Armet! Fica
Morina, dueli 14-sheve. Arrin të ndërhy Sinani sakt për ta siguruar topin dhe detyruar më pas Berind Morinën të shkaktojnë ndërhyrje të palejuar. Bravo tje, bravo, hajde vazhdojmë që japim gol, hajde veç qarkullojnë e biz. Troj pozicionet e japim gol, rëp. Ta marim njerë. Armen! Kushtrim që gol! Pasimi shumë i mirë tani për Elezajn. Elezaj krijuar hapësira goditja e Elezajt. Pret Placa, qëndrore goditja ti. Goditje këndi për mysafirët. Arkimi i lartë. Goditja me kokë e Syllës që shkon lartë mbi port. Insiston se ka pasur devijim. Shpejtori do, më shpejtor. Jalo! Hajmë të zabi, shajmë, hajmë! Kushtrimi vet, hajmë! Kushtrim vet! Bravo, Gjoj! Qati Gjiba, qati më shko me pusht, merë hec, këteu, hajde, Morin! Morin! Hec, hajde, hec! Okej, jo, Gjiba, luje këtu je, prit momentin, hajde! Idi, Gjibo, idi! Sigur! Këta, hajt, që kushtrimi, hajt! Morina. Që kushtrimi, hajt! Hec Marmin, hec! Shabani. Bravo, Morin! Kombinimi të fisht me Morinën, Thaçi, arkimi drejt zonës. Del Margono dhe shkaktuar ndërhyrje e palijuar nga Prapashtica në fund. Pasha kushtrim jepi, kushtrim Marinin. Njerë moment i fundit. Pri! Hajde, pasha sër, pasha! Marin! Hugo. Sak pasimit të Bërljaku, nuk e pranoj topin fillimisht mirë, po pas e pranon, por goditja ti jo mjaftuar shumë e fort për të rrezikuar portën e Gjilanit. Nuk ka ndërhyrje të palejuar, vazhdon aksioni. Mërljaku. Bardoku. Pasimit e Elezaj ku ishte i lirë. Arkimi Elezaj drejt portës. Edhe Ibrahimi e dërgon topin në goditje këndi për Dugaxhinin. Roga! Fati pes! Lish! Morin, lejat, Morin! Një arkim tjetër i lartë, sa afër është kjo nga Altin Mërljaku. Edhe njerë tjetër krejt pram portës Gjilanit, shkon kjo goditje. Nuk arrin tani që të shënoj Dugaxhini sekondat e fundit të kohës rregullt.
Tre minuta janë dhënë kohë shtesë deri në fundin e pjesës së parë. Raste pati, por jo dhe gola. Morina. Topin pas presionit të Liz Gjemajlit. Morina e kërkon prapashticën shumë e fort pasimi. E në Margono që dal jashtë për të marrë kohën e nevojshme. Bravo, bravo, hajt! Sak, Morin, sak! Shkoj majt, ta marit kushtrim! Një pasimi gjatë. Syla i fundit ishte në kontakt me topin. Go tani nga mbrojtja e Gjilanit. Sufi për Gjemajlin. Sinani. Topi prapa nga Syla. Përfiton tani skuadra Dugazinit e Lezajt me pasimin para. Pevçeli! Mysafirët në përsi në sekondat e fundit të kohës shtesë. Margim Pevçeli fatal kundër sulmi skuadrës së Dugazinit për portën e Gjilanit. Minuta e 48 e ndeshjes. Pak para se të përfundonte pjesa e parë. Fantastik Mërljaku me pasimin drejt Pevçelit, ndali topin, pasoj për Pevçelin. Goditja e Pevçelit e pandalshme për Aridon Pllacën. Dhe në këtë formë Dugazini kalon në përsi në Gjilan minimalisht 0-1. Shkoj, daj! Ashtë në lojnë, gjyshtari edhe për pak kohë. Nuk ka ndërhyrje të paliuar dhe këtu jep fund pjesës së parë. Çfarë finishi pjesës së parë për skuadrën e... Dhe kësha këto fillon edhe pjesa e dytë. Pjesa vendimtare e sfidës në të dytën. Dugazini e nis në përsi minimalisht 0-1. Pas golit të realizuar nga Mërgim Pevçeli në asistim të Altir Mërljakut. Do të dalë para tani skuadra e Dugazhinit, rivënia ansore për ta. Në fund topin Bastriu për Bardhokun. Në
Privet edhe kjo aksion ishte Robert Ramani në tentim për të avancuar para, por përfiton tani Edi Basha. Paso për thaqen, harkimi drejt zonës. Largo topin nga Ekzon Sinani. Isufi nga bën në pasim. Taipi. Në doslojën të Roganovic. Që lufton dhe të vijës fundore me Elezajn. Mërljaku për Palla Ragos. E dërgon topin jashtë në rivën janësore. Është edhe njerë ndërhyrja e fundit. Bardokut ndaj Thaqit. Mërljaku e pengon Blerind Morina që shkakton ndërhyrje të palejuar. Ishte edhe njerë momenti i ndërhyrjes prapa shpinës. Topi tashmë i dërguar në fazën e sulmit për Dugaxhinin, por mbyll rrugën mjaft mirë në mbrojtje Roganovic që lë topin që dal jashtë. Pasi mjaft i mirë te Ramani. Ka shkaktuar ndërhyrje të palejuar. E një ndalesë tjetër kësaj radhe ndaj Ilir Sylës. Kërkon nga skuadra Sinani që t'jenë më të avancuar në fazën e sulmit. Gabon në pasim pra Pashtica për Ramanin. Është ndërhyrje palejuar nga Syla. Bie topi për Blerind Morinën. Pjesa tjetër shkoi në fazën e sulmit. Kjo është edhe njerë momenti i duelit të Ramanit dhe Sylës. Aragote Roganovic. Thaqi për Bashën. Penguar në fund nga Bardoku, rivën janësore. Një duel në fund që përfundon pa ndërhyrje të palejuar e pa pasojë për skuadrën e Dugaxhinit. Kjo të Ramani, fundore për Margonon. Kasimi brenda zonës si Sufit. Aftua shumë kohë pati Arago për ta larguar rrezikun. Edhe njëri Sufi, po ndalet pengohet nga Ibrahimi në fund. Pra Pashtica, bukur i shmanget Hugos. Ramani. Pasimi në krahun tjetër te Thaqi, qëndroni pa lëvizur Basha. Nuk u përfshi në aksion pasi pati dilemë nëse ishte në pozitë jashtë lojës. Bravo Bajram. Bravo Dima, bravo Dima. Perfect, bravo Bajram. Ibrahimi. Pra Pashtica. Por sëri tregot
Majskath në shmangën ndaj Vitor Hugos, dhe këtu kemi një pasim që nuk shkon në fazën e sulmit. Tentimi i Robert Ramanit. Riktheta njerë në zërim të përsëritur. Momenti i realizimit të golit të vetëm në këtë sfidë nga Pefçeli. Mërljaku. Mbete topi prapa Elezajt. Pra Pashtica, bukur e mban topin, ka vështërsi Hugo për ta mbajtur në vazhdimsi. Pozicionohet mirë para Barrokut, Basha. Markimi nga Basha, goditja e Jarovicit shkon pranë portës. Mbetet 0-1, rast tjetër i skuadrës së Gjilanit i pa konkretizuar. Doktor. Ofro jashtë edhe merr. Çato të vija. Në të lashe për Hugon. Vazhdoj. Dërguar jashtë vije sansore për të marrë trejtmanin e nevojshëm mjekësor për gërë mundësi më pas ndeshjes që të vazhdoj. Simi Gjati, Margonos, Arago. Ibrahimi. Pra Pashtica. Shkon Hakimi pra Pashticës. Por ndërhyn në qendër të mbrojtjes Ekson Sinani. Morina. Basha. Taipi dhe Roganovic. Thaçi. Simiollet i Thaqit, Menqor. Një goditje drejt portës. Edhe të vijuar nga Markono në goditje këndi. Plana inkuadrohet në lojë në vend të Vitor Hugos. Në njerë momenti ndërhyrjes së Margonos, mundësia tjetër. Largot topi nga goli. Provoj këtë goditje Robert Ramani.
Në një devijim i topit, Margonon nuk dori në fund para Bashës dhe të ne siguroj vetën që topi ishte duke shkuar jashtë vijës fundore. Këtu ishte edhe njerë goditja e Ramanit nga porta e devion Ilir Sylla. Elezaj nuk shkon pasimi te Mërlaku. Morina ndërhyrje paliu ndaj tij. Garton ende për kraja nga tribunat për skuadrën e Gjilanit. Kjo është ndërhyrja e fundit nga Erlis Gjemajli. Prapashtica. Një përball Planës, po ndalet e i dy fishuar. Morina për Ibrahimin. Në përtimin Ibrahimi largo topin e fund nga Sinani. Më pas pastrohet situata nga Plana. Amara, Gjamal Arago. Ramani për Taipin. Pasimi brenda zonës. E vren këtë Bardoku dhe ndërhyr në mbrojtje para Thaqit. Edhe një arkim nga Thaqi në zonë. Përsëri largohet topi. Kështu duket tabela në kohë reale tani. Dukagjini në pozitën e 7 me 39 pikë, një më shumë se Gjilani në të 8-ën. Sigurisht kjo është tabela në kohë reale. Gjithçka në rregull me Gzon Gjilanin. Ka ekzekutuar goditja e këndit për Niko Qirin. Agan Spahic që inkuadrot në loj. Ibrahimi largot. Jarovic shtylla. Tjetër rast. Një herë traversa, tani shtylla. Deri më tani fati nuk është me skuadrën e Gjilanit. Prapashtica. Jena më tej, Prapashtica. Morina. Arganovic për Thaqin. Simi gjatë dhe i sakte Arago. Morina. Roganovic. Rira sakte Bardokut. Elezaj. Pasimi kret në kraun tjetër te Isufi. Kemi në zonë nga Isufi. Thaqi për Bashën. Edhe më tej, Basha me një arkim në zonë. Dhe kjo ishte e letë në fund për Margonon. Edhe njerë. Gjithë shka bërë mirë. Nga pranimi të goditja. Por shojmë që heroi përsëri ka qenë në një devijim të letë Mërgim Pevçeli. Nga realizuesi i golit tek heroi në mbrojtje. S'ka drejt, edhe të lumë s'ka drejt, së në gjithë golla. Po jashtë topi.
Edhe dy zëvendësime te skuadra mysafire. Largohet nga loja Altin Mërlaku. Do t'inkuadron në lojë tani. Largohen Granit Eleza dhe Altin Mërlaku. Dardan Morina dhe Koran Berisha në lojë. Tetar kemi lartë, shkon jashtë vijës fundore. Arago. Kombinon me portierin Placa. Plasje pas për plasje, betej për çdo cep të fushës. Në çdo aksioni i skuadrës së Gjiljanit. Basha, goditja Bashës shkon pranë portës. Edhe këtu si duket ka pasur devijim. Të ekzekutuar tani goditja këndit. Pevqeli devijon përkohësisht topin. Morina. Ndaljarović. Thaipi. Me topin e dërguar në krani djatë të Thaçi. E topi përsëri të Thaipi. Njëmi të Bashës, Sakan Spajq. Thaçi, pasimi në qendër. Përsëri largohet rreziku. Thaçi, Basha. Totalisht i gabuar pasimi në fund. Unë para për Berishën pasimi. Arrin para ti Arago. Me vones shkon e Koran Berisha. Ramani. Të gjitha forcat është hedhur para skuadra e Gjiljanit në kërkim të barazimit. Basha, Morina, Roganović dhe Thaçi.
Morina për Bashën. Asimi gjatë në zonë. Roganović. Thaçi i detyruar ta kthej përsëri prapa, tani Roganović për Aragon. Taipi, Basha. Asimi shumë i mirë për Thaçin, tani kjo mund tjetë rrezikshme. Thaçi, pret Margono, goditja tjetër. E pa besueshme për vërtet, nuk ka gol. Përsëri i fundit është Jarović. Fantastik depërtimi i Thaçit, ndërhyn për mrekullim Margono, por në tentimin e dytë, pothuajse në portën e zbrazët. Jarović e çon topin mbi port. Pasur edhe ndërhyrje nga Basriu. Berisha e provon nga distanca, e blokuar ky tentim nga Taipi. Shkon në duart e Bllacës. Rapashtica për Morinën. Taipi, pasimi saktë, Basha kërkojnë ndërhyrje të palejuar mysafirët në rastin e fundit ku përfshi Prapashtica. Markimi i lartë në zonë, ka arrijë në fund Prapashtica. Zgoditje këndi. Këtë është dueli planës në fundit dhe Prapashticës, harkimi drejt zonës. Blerin Morina. Robert Ramoni. Ideja mjaft e mirë, por ndërhyn sakt Pevçeli. Edhe një arkim. Kajra dhe Jarović, por ndërhyrja shumë e lehtë. Shumë pak punë për Margonon. Insistojnë Landësit që loja të vazhdojnë sa më shpejt. Thaçi, edhe një arkim tjetër. Edhe njerë i larguar topi tani nga plana. E pranon topin Blerin Morina nga Arago. Taipi nga distanca qëndrore në duart e Margonos. Morina. Vot i pavëmendshëm Blerin Morina ndaj Dardan Morinës në këtë duelin e fundit.
Pevqeli, ndoshta mund ta ketë synim planën që është më i lirë në krahun e djathtë, shkon me goditje direkte. Shumë lart mbi portën e Pllacës. Morina ndalet në fund. Por me shumë qetësi më pas për ball Morinës së Dugaxhinit të Aragove pranë. Nuk shkon pasimi i Agan Spahiqit. Ndërhyrje në fund Tom Bardoku ekzekutohet shpejt. Riveni anësore nga skuadra e Gjilanit. Thaçi, tjetër arkim. Në fund Gjemajli shtyn topin para dhe kemi ndërhyrje të palejuar në favor të skuadrës së Gjilanit. Ndalojnë gjyqtarët, kërkon që të kthejë topin në vendin ku ishte bërë ndërhyrja e palejuar. Kardan, shkon vend tunës! Vend tunës! I know, bro, but it's very hot here. I know, it's hot, you know. You have to understand. Do të pritet edhe inkuadrimin e lojë Jatas në vend të Tom Bardokut. We are different, bro. You are standing outside. Me, I'm going the wrong side. Zëvendësimi 4 i Ismet Bonishit është e prima Jata. Është inkuadruar Plana, Morina, Berisha dhe tani Jata. Në kodët kemi zëvendësime të skuadra Gjilanit. Largot nga loja pra Pashtica, inkuadrohet Oldion Bilalli. Është atje Armendi muri. Është muri Armendi. Simiullët i Bashës. E një tjetër pasimi ti tani në drejtim të sapo inkuadruarit Oldion Bilalli, i cili del tjetë në pozitë pa rregull, është offside. Plana dhe me ndërhyrje e Bilallit. Vazhdon të diskutojë Luhiu me futbollistët e tij. Kërkon më shumë presion në mbrojtjen e skuadrës së Dugaxhinit. Syla merr përsipër ekzekutimin e rivënies anësore. Përsa Isufi. Për rivënien anësore tani Gjilanit. Kaipi te Roganovic. Thaçi. Me njerë kombinimi me Bashën. Pasha vazhdon ta mbajë topin edhe më tej. Edhe në fund është ndërhyrja e Pevqelit. U duk të paktën ashtu që dërgon topin në goditje Këndi.
Milarti thashit goditja me kokë. Margo në pret të parën, por nuk e pret edhe të dytën. Ramani ka shënuar. Por është dora ngritur lart për pozit jashtë lojës. Këtë është momenti i reagimit në tentimin e parë për Ramanin, duket jetë më i avancuar. Realizohet goli, por përsëri nuk do të ketë pranim të golit për skuadrën e Gjilanit. Kjo hera e fundit, pra del tjetë në pozit jashtë lojës Robert Ramani. Mbetet edhe më tej, 0-1. Edhe tani këtu një lëshim në mbrojtjen e Gjilanit. Berisha! Çfarë rasti ka humbur tani për Dugaxhinin? Vazhdon aksioni edhe njerë Berisha. Ka pasur një ndërhyrje brenda zonës. Jo mjaftueshme për ta dërguar, për ta çuar dorën tek pika bardh gjyqtari. Këtu është momenti ndërhyrjes së Aragos. A ka pasur mjaftueshëm kontakt për penalti. Tani sigurisht do të përfshihet këtu edhe dhoma e varit. Ndërhyrje e ashpër më pas e pante Morina në rrjedhjen e aksionit të skuadrës së Gjilanit. Tani është duke u kontroluar ndërhyrja e Aragos nga dhoma e varit. Ka material të mjaftueshëm që ndërhyrja ndaj Hekuran Berishës të jetë penalti. Këtë do ta vendosë së shpejti historia e ndeshjes. Jo, thotë nuk ka penalti. Morina në krah për Pilalin. Prekja fundit është e Pilalit. Minuta 80, 10 minutat e fundit të sfidës në Gjilan. 0-1 vazhdon të jetë me golin e vetëm të realizuar nga Mërgim Pevçeli. Shtu e topi para nga Syla, mundohet të përfitoj këtu për ball Aragos. Berisha reagon më mirë mbrojtësi i skuadrës së Gjilanit. Edhe ndërhyrje e paljuar e Oltion Bilalit që ndëshkohet me karton të verdh. Ka protesta nga Ismet Munishi që tani ndëshkohet edhe ai me karton të verdh. Do jetë me Mërgim Pevçelin. Betet i ndëshkuar Bilali.
Edhe njeri përsëritur në rasti 100% i Berishës. Ndërhyn këtu për mrekulli portieri i skuadrës së Gjilanit Aridon Blaca për t'ia mohuar golin. Gjithçka në rregull me Robert Ramanin. Ngritet dhe pritet të bashkohet tani ekipit në vazhdimin e ndeshjes. Teksa nis numërimi i minutës 84. Shkojmë drejt fundit të ndeshjes. Shkaku i rezultatit normalisht pritet të jetë tani pjesa më dramatike e sfidës, ku do të vulloset gjithçka. Harkimi tjetër brenda zonës. Ndërhyn Pevçeli në mbrojtje. Arago. Ka të ndeshjet e radhës së Gjilanit janë Suareka, Feronikeli 74, Malisheva dhe Prishtina. Ndërkohë për Dugazini, Feronikeli 74, Malisheva, Prishtina dhe Drita. 2 mysafirë, 2 vendës. Depërtimi tani i Jatas. Mundësia artë për skuadrën e Dugazhinit, kombinimi Berisha Jata. Shtyje topi shumë para dhe del Blaca për ta pamundsuar një rast të favorshëm për skuadrën e Dugazhinit. Rasti i dytë, me të cilin ndoshta mund të ishte edhe goditja përfundimtare e skuadrës së Gjilanit. Në të dyja rastet, heroi i skuadrës është Aridon Blaca. Shmanget Basha, pasimi pra pa goditja e Ramanit. Shkon mbi portë devijuar. Roganović. Gabim pasimi arrin Jata, kemi një përplasje tjetër, përsëri ndalet loja. Kërkot në rryrja mekshore për Erlis Gjemailin tani. Shumë gola ka pasur në sfidën tjetër që është duke zhvilluar në të njëjtën kohë, ku është kolegu i Arbon Flugaj. 2-3 sfida në mes të Feronikelit dhe skuadrës së Ballkanit.
Almir Oda është realizuesi golit të tretë të Ballkanit, ka qenë sfidë mjaft interesante, goli i parë realizuar nga Kryeziu për Ballkanin, më pas ka barazuar Kiçina. Tole ka kaluar përsëri nëpërsi Ballkanin në minutën e 43. Në fillimin e pjesës së dytë, Kiçina përsëri ka barazuar. Në fund Oda për 2-3. Beser Ramadani kuadrohet në lojën e vend të Taipit. Berisha e mbon topën e lojë, por jo sakte. Jata Arako Bilali pasimi gjatë në drejtim të Bilalit. Dërin Syla, Ramani edhe më tej Ramani, shmanget Jusufit. Morina ndalë aksionin e Dugaxhinit. Ndërhyrje pa lejuar ndaj Bashës. Façi e provon edhe me një arkim. Ramani e kthen brenda 16-shit. Mbetet ende futbollisti që pam në ekran, njeriu vendimtar i kësaj sfide. Kur jemi në numërimin tani të sekondave të fundit të kësaj sfide. Minuta 90 në proces. Margono. Pasimi gjatë për Berishën, nuk arrin të bëjë asgjë më shumë, përveç se ta devijoj topin në drejtim të portierit Placa. Erganovic kombinon afër me Thaqin. Arago e zhvendos lojën tani te Morina në krahun e majt. Ndjekur nga Isufi. Roganovic. Arago. Kimi i lartë brenda zonës. Qet Aragon. Margono pas duelit të Jarovic. Dramatike del tjetë sfida në Drenas. 3-3 rezultatin e mes të Ferronikelit dhe Ballkanit. Shtat minuta loj shtes. Pasur vonesa me ndërhyrjen e stafit mjekësor, pati vonesë pak tek vendimi i dhomës së varit. Në total është vlerësuar se 7 minuta duhet kompenzim për fundin e kësaj sfide. Simi gjati Aragos. Basha. Pasimi brenda zonës. Edhe njerë Morina në qendër. Bilali me kokë. Ndërhyrje pa lejuar ndaj Bilalit në një zonë mjaft të rrezikshme tani për portën e skuadrës së Dugaxhinit. Kështë dhe njerë
Ndërhyrja e Planës ndaj Bilalit. Fokusohet Armend Thaçi, i vetëm tek ndërprerja. Margono e rregullon murin mbrojtës. Vjen sinjalizimi. Thaçi, goditja Thaçi! Kapiteni i Gjilanit në më të mirën e tij. Në minutën e 93 të sfidës me super gol e parazon sfidën. Nga goditja e dënimit e pandalshme, goditja e tij për Margon në kësaj radhe. E ndihmojnë Dugazinin transversale, ndihmojnë shtylla, por nuk e ndihmon kësaj radhe. Fati përball një goditje jashtëzakonisht të saktë të Armend Thaçit për 1-1. Super gol, 8 preciz, mbi mbrojtjen e skuadrës së Dugazhinit. E çon topin në rrjetën e Margonos për 1-1, minuta e 93 ishte. Jata. Kjo topi në qendër mjaft rrezikshëm. E largon në fund Bese Ramadani. Mos harrojmë Dugazhini pati 2 raste 8 serioze por ta shënuar edhe golin e dytë në këtë sfidë ndaj Gjilanit, nuk ja doli. Vjen krejt në fund penalizimi. 1-1 rezultati në Gjilan. Isufi merr përgjegjësinë për ekzekutimin e goditjes së këndit. Ende ka kohë, ende ka hapësirë për gjithçka në këtë sfidë. Markimi i lartë, Placa i sigurt. Ndërhyn atje Gzon Sinani për të ndalur fillimin e shpejtë të aksionit të skuadrës së Gjilanit. Basha brenda zonës, Basha pengohet Margono. Tani në kundërshtim Dugazhini. Nuk arrin topi te Koran Berisha, ndërhyn para tij Ramadani. Benja Rekanisa çoni Placa te Arako. Gatrot Jarovic, Ramani përsëri çon topin te Jarovic. Thaçi. Harkimi i Thaçit. Goditja me kokë Margono. Dërën edhe një herë tjetër. Çfarë betejë në pjesën e dytë. 1 minutë nga fundi i kohës shtesë. Edhe një herë tjetër janë vlen të shihet nga të gjitha këndet. Nuk lëvizi fare nga pozita e tij Margono. Shpërthimi i kapitenit të skuadrës së Gjilanit, Armend Thaçit.
Nësimi gjati Margonos. Kërkohet që sa më parë tjetë topin e fazën e sulmit. Edhe tek njëra edhe tek skuadra tjetër. Blerin Morina tani ka shkaktuar ndërhyrje të palejuar. Njëra skuadra tjetër kërkojnë aksione më të shpejta. Dale tani për një moment Tukagjini. Ka kaluar koha shtese para parë për këtë sfidë, mund tjetë edhe aksioni i fundit. Nësimi gjatë, brenda zonës së Gjilanit. Façi, apo ka ndërhyrje të palejuar. Ka ndërhyrje të palejuar, por nuk ka më kohë që të vazhdoj kjo sfidë. I jep fund gjyqtari sfidës, e cila përfundon me parasim. Ka protesta këtu te gjyqtari kryesor nga futbollistët e skuadrës